Mirë si ju gjeni Ilvatare Talks. E ftuara ime sot me ka lindur në Korçë, në një nga periudhat e trazuara të historisë shqiptare. Jetoi fëmijërinë në komunizëm, përjetoi kaosin dhe dhunën e tranzicionit të pas viteve 90 me ardhen e demokracisë dhe pastaj prindrit e saj bën diçka që kërkonte guxim të jashtëzakonshëm. E larguan të vetme për në Amerikë me ëndrrën për të ndërtuar një jetë të re, një jetë më të mirë, më të sigurt dhe bën shumë mirë. Me vetëm $300 në xhep, 19 vjeç, pa gjuhë, pa miq, pa network, pa të rrjetin mbështetës, Sonila Sidaras ndërtoi gjithçka nga e para. Sot, me mbi 2 dekada eksperiencë klinike, udhëheq Sidaras Saidi & Associates, një praktik private me disa kolegë të tjerë dhe është një ndër psikologët më të njohura shqiptaro-amerikane. Por Sonila nuk u ndal me kaq. Ajo ndoqi një tjetër thirrje, atë të brendshme, që vjen për të ndihmuar komunitetin shqiptar, aty ku pati dhe rrënjët, dhe themeloi të parën organizatë jo fitimprurse për shëndetin mendor kushtuar komunitetit shqiptar kudo ku jeton. Në vitin 2022 themeloi Care for Albania, me fokus shëndetin mendor dhe mirëqenien emocionale. Historia që sot ndihem me fat që do ta ndaj me ju, nuk është vetëm një sukses individual apo profesional. Është historia e një gruaje që e përjetoi, e kuptoi dhe zgjodhi ta shëronte traumën, veten, dhimbjen, sepse i njohu nga thellësia, nga rrënjët dhe e ktheu në qëllim për të pasur një shëndet mendor cilësor. Sonila Sidaras, të falenderoj që je me mua sot. Faleminderit Ilva. Unë e thash që ti ke lindur, je rritur në Korçë dhe me siguri ke kujtime të fëmijërisë të atyre viteve, të 10 viteve përpara nën komunizëm, e më pas erdhi demokracia. Mund të na ndash me ne një kujtim që të ka mbetur, ka lënë gjurmë tek ty në ato vite? Patjetër, edhe të falenderoj dhe për prezantimin, për arsye sepse këto lloj dhimbjesh, këto lloj tranzicioni që kalojmë në jetë, nuk harrohen kurrë. Dhe më preku pak historia ime, po historia e të gjithëve që emigrantëve që vinë këtu. Për mua, duke u rritur ose kam disa gjëra që quhen light bulb në fushën e psikologjisë. E light bulb është që janë disa momente që nuk harrohen kurrë. Si puna e 9/11 ose si puna e në Shqipëri që jemi ka kaluar tranzicioni komunizmit, por do zgjedh vetëm disa gjatë komunizmit dhe pastaj një tjetër në 90-ën që ka ndodhur edhe në 97-ën që pak a shumë i dim të gjithë. Eksperiencë me ka qenë kur kam qenë 5-6 vjeç, duke ecur vetëm te gjyshja e mamit, kam parë dikë që ka rrahur gruan e tij aq keq në sy të gjithëve dhe për mua kjo gjë, domethënë më çudit sepse 5-6 vjeç si fëmijë që ti isha në atë pozicion duke parë diçka të tillë ka qenë e tmerrshme, sidomos që jam nëna e 2 fëmijëve dhe një vajzë 8 vjeç tani, gati moshën që isha unë. Dhe duke i dalë gjak nga veshët, këtë pamje kam në këtë moment dhe gjëja që më bëri më shumë përshtypje është që doja të shkoja ta ndihmoja, por kisha frikë si fëmijë dhe asnjëri tjetër që po e shikonte këtë lloj dhune nuk ishte në gjendje të ose nuk ka dashur më mirë për të ndihmuar këtë grua që ishte abuzuar në publik. Kjo ishte një nga eksperiencat më të dhimbshme në jetën time që e kujtoj përsëri, sidomos tani që kemi një nga dëshirat e mia është që të ndihmoj vajzat e reja shqiptare që të shikojnë thelbin e tyre dhe çfarë t'i japin në jetë për veten e tyre dhe për të tjerët. Ndërsa një tjetër eksperiencë që ka qenë gjatë komunizmit përsëri ishte kur kam parë një ushtar dhe kjo kam qenë në moshë të vogël, ndoshta 8-9 vjeç, duke vrapuar sepse donte që të ikte nga Korça, e kishin kapur ose kishin dëgjuar diçka për të, nuk e di se si është historia e tij, por duke vrapuar dhe policët e kapën dhe filluan të abuzonin atje në publik, duke krijuar një trauma për të gjithë publikun, që tani si psikologe e kuptoj shumë më mirë, për të patur frikë që të mos fliste njëri tjetër. Çfarë shkaktonte tek individët që shikonin atë moment dhunet? Ajo frika, çfarë provonte tek shoqëria? Në gjykimin tënd tani si psikolog? Po, si thash dhe vetë, tani e kuptoj më ndryshe dhe mund të flas në anën psikologjike të saj. Në rast të parë kur je njëri që nuk je në gjendje të flasësh, duke abuzuar nga një trauma kolektive që e quaj në Shqipëri,
shkakton gjërat somatic në radhë të parë që e ndjen në trup, por në të njëjtën kohë përveç duke parë këtë lloj dhune, ti nuk je në gjendje që të flasësh për arsye sepse nga ana traumatike, gjëja e parë që ndodh të gjithë te ne është që ana e djathtë dhe majtë e trurit bllokohet dhe pjesa e gjuhës e të folurës është ajo që gets frozen, që në shqip quhet më ndihmo pak Ilva, frozen, like a frozen language, e ngrirë. Ngrirë, po. Ngrirë, domethënë të ngrin gjua, pjesa e trurit. Po, nuk mund të komunikosh dot më. Prandaj mund të shikosh një person shumë intelektual, që është në gjendje të flasë shumë mirë, por kur ka kaluar një lloj traume dhe i prek atë lloj traume, ose në moment që ky ushtar për shembull ishte në një goditje në mënyrë brutale, nuk është në gjendje të flasë. Atëherë, ky është vetëm një rast që kam parë unë. Duke u rritur në një komunitet me frikë për 50 vjet, që ishte ndërtuar trauma mbi trauma, atëherë gjua është në gjendje që njerëzit që mos flasin, edhe ata më intelektuale që kanë dashur të flasin, sepse është krijuar një lloj trauma kolektive. Dhe më tepër, këto lloj traumash dalin pastaj te familja, më shumë, sepse atje ndihemi më safe, ndihemi më të mbrojtur, dhe mund të jetë displaced, mund të jetë e shpërqendruar, e shpën nga ajo lloj traume që kemi kaluar, te shtëpia duke i thirrur fëmijës, ose duke u bërë më irritable, duke bërë më agresiv. Ka dashur, për arsye sepse truri mban shumë gjëra që duhet i nxjerrë në një mënyrë pozitive, siç mund të jetë terapia ose një vend i safe, një vend që të krijon një ambient që të ndihesh i qetë duke folur. Sunila, a ka një destin, a ka një rrugtim caktuar për shoqëritë e traumatizuara, të cilat nuk janë në gjendje për shkak të dëmtimit të traumës që kanë mësuar, nuk janë në gjendje të mos ndërtojnë shtet, të kenë institucione të dobta, të mos kenë besim tek njëri tjetri, të krasin keq për njëri tjetrin, të mos pranojnë suksesin e tjetrit, po listoj shumë se dua të kuptoj çfarë ndodh me shoqërinë tonë, e cila fatkeqësisht pëson trauma pas traumave dhe nuk ka marrë një break, të marrë një periudhë të pësherëtie qetë edhe të arrit të shijojë atë që ka arritur si stad zhvillimor. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.